Presidenti iranian Masud Pezeshkian ka akuzuar Izraelin për shkelje të qartë të marrëveshjes së pushimit me SBA, duke paralajmëruar se duart tona do të mbeten në këmbës. Ai paralajmëroi se paqja me SBA varet nga fronti libanez. Sulmi i ripërtërir nga regjimi sionist kundër Libanit përbën një shkelje të qartë të marrëveshjes origjinale të pushimit. Kjo është një shenjë e rrezikshme mashtrimi dhe mungesa e angazhimit për marrëveshje të mundshme. Vazhdimi i këtyre veprimeve do t'i bëjë negociata të pakuptimta. Duart tona do të mbeten në këmbës. Irani nuk do t'i braktisë kurrë vëllezërit dhe motrat e tij libanez, shkroi ai në X. Izraeli po zhvillon një fushatë ashpër për bombardimesh ndaj Libanit, ku vetëm gjatë orëve të fundit janë vrarë mbi 200 persona. Fushata ka shkaktuar reagime të ashpra si nga Irani, ashtu edhe nga disa vende europiane që kërkojnë pushim të menjëhershëm edhe në këtë vend. Orët e fundit kanë qenë shkatrimtare për Libanin, ndërsa Izraeli ka ndërmarrë valën më të egërt bombardimeve si në bastionin e Hezbollahut në Beirut, ashtu edhe në jug të vendit. Shpërndarja e militantëve nëpër kryeqytet ka bërë që ushtria izraelite të zgjerojë hartën e goditjeve duke goditur zona të dendura të banuara. E mërkura shënoi ditën më të përgjakshme që nga nisja e fushatës, me mbi 200 të vdekur në një ditë. Masakra detyroi qeverinë të shpallë 9 prillin ditëzie kombëtare, ndërsa numri i të zhvendosurve ka kaluar shifrën alarmante prej 1.1 milion njerëzish. Thirrjet për ndalimin e luftimeve janë shtuar nga Parisi në Ankara. Presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi se bisedoi në telefon me kreun e shtetit të Iranit, gjatë së cilës ata u pajtuan se duhet një armëpushimi menjëhershëm edhe për Libanin. Turqia e dënoi ashpër atë që e quajti pushtim izraelit. Nga ana tjetër, Izraeli mbetet i palëkundur. Kryeministri Netanyahu ka deklaruar se lufta kundër Hezbollahut nuk do të ndalet dhe se ushtria nuk do të tërhiqet nga jugu i Libanit deri në krijimin e një zone të plotë sigurie. Analistët ndërkombëtar mbeten skeptik duke vënë duke se strategjia e Netanyahut po e çon rajonin drejt një pasigurie ku Hezbollahu nuk mund ta çarmatoset thjesht me forcë ajrore. Netanyahu gjithashtu tha se pati dakordsi me Amerikën për armëpushimin, por se mbeten të gatshëm në çdo moment nëse është e nevojshme për ndërhyrje, siç tha ai me gishtin në këmbës. Irani sot është një vend më i dobët se në çdo kohë më parë. Shteti i Izraelit ka arritur gjëra të jashtëzakonshme, gjëra që deri vonë dukeshin plotësisht të paarritshme. Irani është më i dobët se kurrë. Izraeli është më i fortë se kurrë. Ky është thelbi i fushatës deri më tani. Ne jemi të gatshëm të kthehemi në luftë në çdo kohë nëse është e nevojshme me gishtin në këmbës. Armëpushimi i përkohshëm u ra dakord me Izraelin. Amerikanët nuk na surprizuan në momentin e fundit. Ky nuk është fundi i luftës, por një hap në rrugën për të arritur të gjitha objektivat tanë. Nëse nuk do të kishim nisur operacione kundër Iranit, ai do të kishte zotruar prej kohësh armë bërthamore dhe mijëra raketa për të shkatruar Izraelin dhe për të kërcënuar vetë ekzistencën tonë. Ne kemi kthyer regjimin terrorist me vite prapa. Materiali i pasuruar do të largohet nga Irani, qoftë përmes një marrëveshje ose përmes rifillimit të luftimeve. Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës bien dakord për këtë pikë, u shpreh kryeministri Netanyahu.